Burnley mbylli vitin 2025 me humbje 1-3 në shtëpi ndaj Newcastle-it, ndeshje e mirë ndërkohë për Armando Broja që asistoi golin e vetëm për ekipin e tij. Ishte minuta 23 kur Broja asistoi për Loren, i cili rihapi ndeshjen për 1-2. Newcastle i vullosi fitoren me një gol në minutat shtesë. Momente ankthi pati për sulmuesin e kombëtares Son në minutat e fundit ku pësoi një dëmtim. Broja megjithatë ja doli ta mbyll ndeshjen. Armando Broja është kthyer të jetë sërish protagonist me Burnley në Premier League. Sot asistoi golin që rihapi ndeshjen me Newcastle në shtëpi. Sfida është 1-2 në favor të Newcastle. Ishte e gjithë merita Brojës në minutën e 23 që fal pasimit me kokë nxorri të zbuluar Josh Loren. Pozicioni Brojës u dyshua për pozicion jashtëloje, për këtë vari mori 3 minuta kohë për ta verifikuar. Gjithçka në fund u konsiderua rregullt. Burnley nisi keq duke posuar 2 gola për 7 minuta, megjithatë ja doli të rikthehet sërish në lojë. Broja po bën mjaft mirë në aspektin personal, për të regjistrohet si asist pas golit të shënuar 10 ditë më parë.